punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra aty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Përshëndetje pacient të kudo ndodhur, ndjekës të Tru Podcastit dhe jo vetëm, juve që na doni, por dhe juve që na urreni. Kemi sot në Tru Podcast një mendje totalisht të ndriçuar, një mendje e cila është mendje kritike, e mendimit kritik, e parjes pas perdes, mos drenazhimit të trurit apo mpirjes që na bëhet përdit nga lavazhi i sistemit. Kemi një vllahun ton Dardan, ai quhet dhe juve e besoj se duhet ta njihni sa për të përmend emrin, Lirim Mehmetaj, CEO i Vox Kosova, një medium i cili po bën opozitën më të madhe se sa LDK-ja, AAK-ja, PDK-ja bashk, sepse shkojnë në parlament edhe bëjnë hajgare, ndërkohë që Lirimi, i cili nuk është as duke u kërku votën, s'ka ardhur ndonjëherë të trokasit e derat ju premtoj, ka hapur një medium vetën dhe po ju ndriçon Kosovë, duke mos ja u lënë ta shihni atë tisin e bukur të propagandës shtetërore, ku çdo gjë shkon mirë, po çuditërisht neve vidhemi dhe jemi populli më i varfër i Europës. Lirim, të falenderoj vlla që më erdhe. Ma ke mbushur studion, sepse në distancë e kam admiruar dhe vazhdoj të admiroj punën tënde që bën në Kosovë. Je një njeri i cili të pakën për studentët tanë këtu, të gazetarisë, mund t'jesh busull në të ardhmen, miku im. Faleminderit shumë, edhe për ftesën, veçanërisht për prezantimin. Tash nuk e di sa çndrojnë fjalë që po i thu, po e di që i mendon. Kështu që çajo ka rëndësi. Jo vlla, e di pse, sepse të kam parë që ke bërë një lloj gazetarie, ta them shumë sinqerisht, duke i përballur tjetrit me fakte dhe pa e ofendu. Është një kulturë që në Shqipëri nuk funksionon vlla, çuditërisht, fatkeqësisht. Nuk funksionon fare. E kuptoj, faleminderit. Un kam kolegë në Shqipëri, gazetar. Çka është më lehtë në Kosovë, me qenë gazetare dhe me bo gazetari që tenton kështu me nxjerr të këqijat e persona që udhëheqin institucionet, është se në Kosovë ne kemi edhe ligj, nuk e di në Shqipëri, ligji për sinjalizues. Jo, s'jam dieni. Okej. Në Kosovë ekziston një ligj për sinjalizues ku çdo institucion shtetëror e ka një person zyrtar i cili me ligj mbrohet për të sinjalizuar të keqen eventuale që ndodh brenda institucionit. Po. Edhe ai mbrohet, është e pamundur me largu prej punës sinjalizuesin edhe i ka disa benefite brenda institucionit. Po përveç këtij ligji, se gjithmonë sinjalizuesi aty nuk funksionon, e korruptojnë edhe atë sinjalizuesin. Po kultura e sinjalizimit megjithatë deri diku është kështu e brumosur, edhe ka shumë persona në institucione të cilët rrezikojnë veten, vendin e punës, që nuk janë sinjalizues zyrtar, po janë sinjalizues kombëtar. Edhe na japin neve ose informacione të plota për çka po ndodh, ose thjesht pista hetime që pastaj neve me i përcjell. Kështu që kur i kom pyet disa kolegë gazetarë në Shqipëri, a ekziston diçka e ngjashme, po ata kanë thonë që në Shqipëri as që paramendohet dikush brenda institucionit i partisë në pushtet ta rrezikoj vendin e punës për të japur një gazetari ndonjë informacion që më pas mund të nxjerrë një skandal në publik. Kështu që është një pjesë e mirë që na ndihmojnë neve edhe ata. Pra ti po thuaj që të bësh gazetari në Kosovë është më e thjeshtë se të bësh gazetari në Shqipëri, domethënë kam përshtypjen që është më e lehtë edhe pse është shumë interesant. Derisa ka ardhur vendosja në pushtet,
vjedhja, krimi, korrupsioni institucional, hajnia, janë bo derisa janë zënë. Po kur janë zënë ata që e kanë bo, kanë qenë me shenjë në publik. Po. Pra, për shembull, nëse ke qenë zyrtari i PDK-s, me siguri ke je marrë me aktivitet korruptiv. Por kur je zënë, je distancu, je largu, edhe je anatemu publikisht. Me ardhin e vetëvendosjes, ta hajnin e kanë mbështjellë me nivello morali kështu. E tash po bëhet ma vështirë dhe tash e kuptoj më shumë kolegët e mi gazetarë në Shqipëri që shpesh kështu më kanë quajtur mu idealist veç kur kam folur për gazetari normale. Tash e kuptoj sepse tash kemi hajdut moralizues. Edhe tash ekziston investim i madh i vetëvendosjes me i delishtimu media. Bile është interesant për shembull kjo situata e fundit, se kjo që e thati më herë. Po. Se nuk e po venoj ndoshta nuk po zgjata. Po duhet të shërojmë mirë situatën. Kjo është bisedë podcasti vlla. Kjo është bisedë e lirë. Nuk ka fare jepi sa të dush. Unë ka kënaqësia kam. Okej. Këto rezultatet e fundit në Kosovë se i ke pa vetëvendosja veç urrët. Po. Që është anormale, logjikisht. Anormale dhe po të mos ishin mediat në Kosovë. Po të mos ishin mediat në Kosovë, rezultati kishin qenë më i madh. Megjithatë, mediat në Kosovë e kanë pështu situatën ku vetëvendosja nuk merr as sa merr Edi Rama në Shqipëri, as sa merr Vučići në Serbi, as sa merr tjetrin në Maqedoni, edhe ai është mbi 50, Mickovski. Me ndihmën e Albin Kurtit. Por opozitës në Kosovë, po patjetër, por opozitës në Kosovë nuk i pëlqen. Prandaj, vetëvendosja po e ushqen një narrativ, sikur mediat vetë se e kanë rrit vetëvendosjen. Gazetaria në Kosovë, skandalet e publikume, vetë se e kanë rrit. Kjo me dekuraju vetë gazetarët e me i delishtimu në sytë e publikut. Por, është interesant, po kombinon tash opozita me vetëvendosjen, se aty në po ju duhet për shfaqsim. Edhe aty në po ju pëlqen si rrëfim pra. Po është e vërtet, lirimi me sulme që ja bën Albin Kurtit, vetë se po e rrit ata. Kjo i konvenon vetëvendosjes se e delishtimon lirimin, po në anën tjetër i konvenon edhe opozitës se e shfaqson veten. Kjo është shmenduri kur, shiko me të rrit skandali. Po këtu edhe që ndodh. Për shembull ta zojmë situata normale. Tek ne në Shqipëri është normale se ne jemi mësuar me rritje jo gjeometrike të mbretit ton diell, a kupton? Çdo skandal edhe vetë 83 mandate. A kupton, është e tmerrshme. Shumë kam lexuar këto kohët e fundit për pikërisht për po du me ditë shtete tjera çu ka funksionu. Autoritar tipit Ramës, Kurtit, çka funksionon në kundërshtimin e tyre. Po Kosova është specifike interesante, mundet me qenë në Shqipënia, opozita politike nuk ekziston në Kosovë. Pra, dhe jemi në një situatë krejt atipike, ku bëhet luftë mes meje dhe vetëvendosjes. Për ato që publikojnë, pra, tash për vetë se publikojnë, duhet me argumentu pse kam publiku, çka kam publiku, edhe me mbrojnë publik. A në një situatë normale, ishtë dash me qenë kështu, unë e publikoj, e merr opozita dhe prodhon argument politik kundër pushtetit, edhe ata përplasen. Pra, gazetaria, se gazetarët janë opozitarë dhe nuk kanë kuptim ndryshe. Ishtë dash me qenë aleat të natyrshëm, ku ne ju japim aty në material për me prodhu argument politik edhe me fuqizu në diskurs edhe me mposhtë pushtetit. Po kjo funksionon... Që kjo është dash me qenë normalja. Kjo funksionon në politik që ka rrjedhshmëri, pra nuk është kënet. Partitë politike shqiptare, këndej dhe matan kufirit, janë këneta. Do më thënë, bëhen zgjedhje sa për sy e faqe, vendoset që kryetari komanduar, edhe e dim të gjithë neve që jemi gazetare, din edhe ai që mbledh kanaçe, se kush do jetë kryetari, thjesht bëhen zgjedhje fiktive, dhe s'ka se si të funksionojë kjo lloj simbioze normale, le të themi, midis gazetarit edhe opozitarit. Sepse po tjetë ai politikan opozitar, 8 vjet në opozit, edhe të vjen pushtet, nesër ti e ke armik. Njeriu parë që do azgjësoj e ti, sepse ti i di shumë gjëra. Pra, po nuk funksionoj klasa politike me rotacion, miku jem, nuk ka gjë normale.
Absolutisht e vërtetë. Tash na jemi në një situatë krejt të çuditshme ku bëhet ballafaqim mes do mediave, disa, edhe pushtetit, edhe normalisht ata kanë qëtër aparat, qëtër fuqi financiare, qëtër shtrirje, edhe shpesh është e pabarabartë. Kjo s'është për me u dekuraju, se megjithatë është një farë kënaqësie në vetvete kështu. Është kënaqësi. Kur e gjen një shtet të tërë, tu marr me pak persona. Për shembull, unë kam 22 padi. 22 padi. 22 padi nga zëvendësi i kryeministrisë, te ministrat, te zyrtarë të tjerë, për shembull, ka padit ministri i drejtësisë. Më ka pa dit zëvendësi i kryeministrisë, më ka pa dit ministri i punëve të jashtme, më ka pa dit ministri i bujqësisë, më ka pa dit presidenti i Kosovës. Edhe Vjosa, ha? Po Edhe Vjosa, Vjosa, dy. Pse Vjosa? Po janë diat komplet, unë tash po raportoj për pasurinë e saj, edhe unë kam përdorur një metaforë, kam thonë po mreni shpatën, nga e cila kam ju prej kokë antartmen. Edhe tani e ka qëtër për gjuhë rrejtje. O zoti i madh. Rrezikem edhe tentim vrasje ku di. Tentativë për vrasje të përdorësh metaforën. Po kjo është e tmerrshme vëlla. Bo, kjo e para, e dyta, se këta e di unë çapo dojnë me bo këta. Për ndryshe Frika. Duan të friksojnë. Po, kam qenë i paditun, kam qenë jo veç frikë, kam qenë se tash është kuptuar që funksionon, po kam qenë po ashtu i paditun për aktualisht kryeparlamentari i Kosovës, Demal Basha. E kom fitu, ai më ka padit mu për gjutu rrejtjes edhe diçka e tillë, po çka ka qenë interesant, ai përdori një gjuhë fashiste në raport me një rajon të Kosovës, edhe unë atë e quajta fashist, pastaj më paditi mu, pse kam quajtur fashist, e unë veç e kam denoncu fashizmin, ish dash me marrë një problem. Vaja. Ka diçka të paktën se duhet me e gjetë edhe atë, edhe dritën në mes të errësirës. Të paktën juve ju funksionojnë gjykatat, o Lirim. Deri tash, domethënë unë deri tash 7 padi i kam fitu, të cilat nuk kam pas nevojë me u mbrojt, sepse vetë prokurori e ka pa të arsyeshme me hedh poshtë s'ka bazë. Ku ka shanse në Shqipëri të dalin në një gjyqtar mbretit ton Diell, mbretit ton Lakuriq? Po nuk ka shanse, ma. Ti e kupton ku jetojnë? Po, veç kia parasysh, Rama është prej vitit 2013, po. Po. Kur të na drejtim është, veç ka kohë ma pak, edhe neve na ka shpëtu prezenca ndërkombëtare. Pra, jemi në disa, për shembull, edhe kur lexon tazojmë shtrirjen e autoritarizmit në Venezuelë, këto vende latine, në Afrikë, Republikat e për Bananave. shembull, po, aty direkt shkohet me ndryshim kushtetute. Në Kosovë kjo është për shkak që çdo jenë e pamundur. Në vitin 2003 atë është ai kombinimi me serbët. Po ashtu prezenca ndërkombëtare e pamundson një sjellje komplet agresive që në start. Po. Edhe pse Kurti e ka provokuar me ndërkombëtarët. Lirim, e ka provokuar shumë. E bën një farë loja, po nuk ka cënuar asgjë të rëndësishme për ndërkombëtar. Deri në atë mos sa ata ti bëjnë diçka konkrete. Shikoj, E bën një farë loja, luajnë te. Një herë e rrëzuan me emocion mosbesimi apo jo? Po. Gjykata kushtetuese e quajti e legjitimoi. E mori një mësim në ndërkombëtarët. Se ka qenë një lloj parulle komuniste alla Enver Hoxha e Kurtit, që neve shteti i cili është krijuar me prezencën e ndërkombëtarëve dhe është akoma protektorat ndërkombëtar, do kishte dalë me fuqi kundër amerikanëve dhe revizionizmit. Se janë këto pallavrat komuniste që këta i mbështjellin, i marketojnë bukur dhe mua më shqetëson fati i vendit ton, i kombit ton o vlla. Më shqetëson shumë domethënë që ne jemi kaq shumë lehtësisht të lavazhueshëm o burr. Me dal çdo lloj klouni në televizor me të bind që je idiot edhe me besu po është e tmerrshme valla. Të betohem është e tmerrshme. Tmerrshme, sidomos sot kur si më thon ndryshimi i deklaratave, mos mbajtja premtimeve, mos realizimi i synimeve qeveritare që i ke prezantuar paraprakisht, është thjesht i dokumentueshëm. Shikoj. Po të më thon. Unë dua audienca ime është 50% jashtë, njerëz diasporës të mërgatës që duan ta mësojnë realitetin edhe Dardanis. Se janë jo patriot, po e duan kombin, e duan unitetin. Po kemi edhe 50% Shqipërisë
që më kapin mua në rrugë e më thonë të tëra ti pranojmë, po që të na shash Albin Kurtin që po bashkon Shqipëri dhe me Kosovën, këtë s'ta pranojmë. Dhe të lutem vlla, të lutem më duhet një argumentim se nuk ka njeri më mirë se sa ty të ma shpjegoj mua situatën se si po jetojnë shqiptarët e Kosovës në regjimin e Kurtit. Se këtu vlla është krijuar një lloj legjende që ky nuk vjedh, ky ja çon të gjitha arkës shtetit. Ky e kanë ngritur ekonominë e Kosovës, ku ekonomia e Kosovës është gati në recesion. Ka biznese serbe më shumë se sa biznese shqiptare dhe të dyja shtetet tona marrin mielli nga Serbia. Tash, veç shkurt nëse mundem, se nëse veprimtaria e Kurtit është shumë kriminale, edhe si sasi, po mundohem shkurtimi, do me thonë mënyra e thjeshtë për m'ia shpjegu dikujt në Shqipëri, në çfarë gjendje është Kosova, është kjo. Shqipëria në çdo parametër ekonomik është para Kosovës. Edhe kjo besoj unë mjafton për secilin shqiptar në Shqipëri me e kuptu ku qenë ka Kosova. Po se kuptojnë dot. Në secilin, vesh e marrin shifrat. Në secilin parametër ekonomik, nga paga minimale, më e lartë në Shqipërisë në Kosovë, paga mesatare, më e lartë në Shqipërisë në Kosovë. Hajde, Shqipëria është vend më i madh, vend turistike, ato buxheti përgjithshëm i shtetit e këto lajt. Sasia e lekëve që të shkon për mbulimin e shpenzimeve bazike, për shembull në Kosovë, është 50%. 50% e pagës së qytetarit mesatar në Kosovë shkon për mbulimin e shportës bazike, gjërave bazike. Tjetra, sipas një studimit të fundit që është bërë nga organizata ndërkombëtare, po më duket NDI është. Shqiptari mesatar, nëse i del një shpenzim jashta planifikimeve mujore, i cili është 200 euro, e ka të pamundur me mbulu me të ardhurna vetanake. Dhe ky është shteti i Kosovës sot. Pra, shqiptari mesatar i Kosovës, nëse e ka një shpenzim jashta planifikimit buxhetor mujor, prej 200 euro, ta zëm një smundje e papritur ose një aksident, e ka të pamundur me mbulu me financa vetanake. Sipas të njëjtit studim, shqiptari mesatar në Kosovë e ka lak në fët këstin e kredisë. Pra, kredit. Bankat i kanë dyfishu fitimin në Kosovë, bankat private, me këtë majtistin. Ishte të mërshme. Që unë jam për rritjen, edhe unë jam për rritjen. Ta qeda. Po, deficiti tregtar në mes Kosovës, edhe pra në mes eksportit edhe importit, sa merr Kosova dhe sa nxjerr jashtë, është 7 fishu. Importi, në raport me eksportin. Deficiti tregtar. Do me thonë, për shembull Kosovë nëse eksportojmë 700 milion, importojmë 7 miliard. Është diferencë e madhe, asnjëherë s'ka qenë kështu. E të mërshme. Do të thonë, ekonomikisht jemi më keq se Shqipëria, jemi më keq se Maqedonia. E tash për krahasim, në vitin 2014, paga mesatare në Kosovë ka qenë më e madhe se paga mesatare në Shqipëri. Po. Dyja kanë qenë pak, po kanë qenë më e madhe. Po. Sipas statistikave dhe numrave, Kosova zhvillim ekonomik përmbajtësor, strukturor, sistemik, ka pas prej 2015 dhe në 2018. Pas 2018 gjithçka është south. Po si, do të thënë, si ka mundësi që kjo nuk përkthehet në vot? A, përgjigja A, njerëzit ka nevojë për të ushqyer urrejtën e tyre historike ndaj armikut dhe i duhen populizma idiote që u premtojnë një luftë të përjetshme me bla bla bla. B, duan të gënjehen dhe nuk duan të shohin realitetin me sy. C, nuk kanë kulturë politike dhe qytetare dhe e shikojnë emigrimin si një zgjidhje për ta lënë atë mbi të cilën është derdhur gjaku i njerëzve që e kanë dashur ato truaj. E fundit fare 5, ai shumë e kanë bër ish krerët e luftës balt
situatën e pasçlirimit, sa urrejtja kundrejt tyre është aq e madhe sa neve pranojmë një Cezar tjetër që të na vjedhin ndryshe. Se unë nuk shoh ndonjë gjë logjike këtu vlla. Gjitha këto, po me specifikat veta, normalisht. Tan veç prapa për shërim. Unë jam i bindur që duke filluar në Tropoj, Po. e atje në Konispol, këta veç në Shqipëri është i korruptuar me dirama, thot po. Po. I bindur jam. Po. Ama e voton. Do të rregoj një histori të bukur për këtë, pak më vonë. Okej. Po. Tash unë besoj fuqishëm që është një arsye historike pse Kurti dhe dikush si Kurti fiton sa fiton në Kosovë, besoj na japet rasti e shtjellaj. Po janë edhe këto, që me thonë, këto arsye teknike. Çka ka ndodhur? Po vërtet Albin Kurti fiton në Kosovë zgjedhjet nga viti 2019 teknikisht. Po si diskurs Albin Kurti ka fitu prej 2010-s. Po. Pra, ai fitu si moral gjithmonë ka qenë ai. Me teknikalitete, me kështu e kanë poshtë ato. Tash, kosovarët e kanë pas një farë kulturë, pra po thon kosovarët vetë sa me bë diferenca për hir të çelës. Po. Këtu sa kanë qenë qeveritë e kaluame në pushtet, këto partitë e kaluame, partitë opozitare tash, gjithmonë është marrë raporti me potencialin, pra, gjithmonë është bërë krahasime me potencialin. Gjithmonë është bërë krahasime me potencialin. Që Kosova është këtu, po potenciali është përkas. E Kurti ka arrit me e përmbys, pra tash bëhet krahasimi në të kaluarën. Edhe pse prapë nuk i ka numra. Po fuqia e tij është politikan më shumë se gjithë tjerët, edhe klasa aktuale opozitare, janë elit, janë financiarisht settled, janë kryesisht businessmen, janë njerëz që jetojnë në përlagje ekskluzive, super luksoze, edhe janë njerëz aktualisht udhëheqësit, si të LDK-s, si të PDK-s, janë njerëz që në politikë kanë ardhur si kjo gjenerata e mesme. Pra djemë të ri, të sofistikuar, me shkollim jashtë, që kanë ardhur kur kopshti e kon plot. Ata janë mësuar me bë politikë në bollok. Tash kanë ndruar stina, kanë qenë politikan pushtet. Sakt. Edhe e kanë nënkuptuar politikën si pushtet. Si më thonë, ti me pyet aktualisht në opozitor, çfarë qëllimi në politikë të marrë pushtet? Po. Se përjeton tash tonë, nuk bën ndryshe. E tash kur kanë ndruar stina, është tha toka, ata nuk janë njerëz që dinë me mjedh. Edhe nuk janë kon kur njerëz që kanë ditë me fituar politikë me argumente. Për shembull, Kurti ja u ka fituar çdo debat publik, ta zon çështën e demarkacionit, komplet e ka pas gabim, e ka fituar ai. Se cilën bisedimet me Serbim, se duhet me u mbajt, ja u ka fituar. Ç'të bën çka kanë bëu ata, ja u fiton prap. Po, shikoj, ka qenë... Apo ta jap një shpjegim, se unë mendoj që fiton Albin Kurti. Po. Është vonë ko marrë vesh edhe vetë, bëllim punina ka pak naev. Se unë vi për një zonë, unë vi prej Deçanit. Është qytet i vogël në perëndim të Kosovës, periferi. Edhe është zonë me nga Dugaxhin, do është luftu, është qyteti për i matë vazhlim në Kosovë, ka dëshmuar mas shumë të në luftën e fundit. Edhe, po pëse ti e ki parasysh në luftën e fundit në Kosovë, kanë marrë pjesë diku 1%? 1%, pjesë aktive? 38.000 kanë qenë, se Dritan Goxha, një nga luftarët në luftën e Kosovës, unë e kam mik, e kam vlla, vjen shpesh këtu tek unë, ai ma ka tregu që 1%, 38.000 veta kanë qenë shqiptar, këndej dhe ma tanë kufirit që kanë luftuar, 1%, po. Okej, tas 1%, po besoj po ashtu e ki parasysh me njëherë pas lufte. Gjë e pa ndodhur, në zgjedhjet e pas luftës, nuk fitojnë parti të daluna nga lufta. Po. Okej. Dhe nuk e di e ke informacion, gjatë luftës Kosovë, është bërë një sondazh për një organizatë ndërkombëtare. Tash po e përmend se nuk e di sa, ku më gjet me ta dërguar referencën. Po çka po ti thomi ke me referencë? Ta besoj vëlla. Se publikisht po i them. LDK-ja, që është supozu që kreu i LDK-s Ibrahim Rugova, për cilën nuk kam shumë respekt dhe ai ka merita të veçanta, po flas për luftë. Diku
80% për kraja popullore ka qenë për LDK. Po, Në kohë të luftës. po. Zgjidhje paqësore. Po, tash, Zgjidhje paqësore. unë e kom besu. Unë e kom besu deri vonë që arsye e mos pjesëmarrjes më masive në luftë ka qenë kryesisht friga. Edhe friga është njerëzore. E kuptoj. Po kish pas qenë edhe një pjesë që s'ka lidhje me frigën, ka lidhje me mënyrën që kanë jetuar atëherë. Një pjesë e madhe thjesht janë akomodu, ju ka pëlqyer Jugosllavia, ju ka pëlqyer me qenë Jugoslav. Kam bërë qëtër lloj jetë për shkak, unë se kam ditë. Jugo nostalgjia, po. Jugo Po, se nostalgjia. për andaj nga vion ka pas më pak. Edhe ka pas më shumë Shqipëri. Po. E një pjesë tjetër ka pas më shumë Jugosllavi. Tash edhe çka ka ndodhur? Megjithatë lufta ndodhi. Merri të gjitha bashkë ku çliruam. Dhe në ballë të çlirime është pa diskutim me plot meritë ushtria shëritare e Kosovës. Me ndimin e aleate, me ndimin shumë të madh edhe të rrugovës deri në 96-ën e kontributit tim. Tash, patjetër UÇK-s ka qenë ushtri me strukturë të organizuara, ka qenë ushtri e vullnetit. Po. Edhe dorën zemër suksesi i UÇK-s, më shumë se sa ushtarak është politik. Po. Se ka arrit me involvu shumë në luftën e vet. Të kaloj Ato janë strateg vërtet ata. të kaloj nga organizat terroriste, e cilësuar si organizat terroriste me lobim jugoslav në atë kohë, po serb eksaktësisht, Çfarë. bashkë me lobin grek që u interesonte që shqiptarët kur mos njifeshin se ortodoksia e tjera, kaloi në Clinton që urdhëron bombardimet në Beograd. Pra, atë që ka bërë politikisht UÇK-ja nuk e ka bërë dot as edhe një lloj politikani. Ata djemt edhe vajzat që kanë bërë atje. Po, politikisht. Pastaj kanë do momente të arta kur kanë refuzuar ndihma nga vendet dyshimta. Që mos me u lidhë UÇK-ja me ide islamiste. Po. Edhe kanë kontribute të tjera. Domethënë, çdo ato donacione të dyshimta i kanë refuzuar për me mujt me mirë mbajt pastërtinë e vetë dhe qëllimin ekskluzivisht çlirimit kombëtar. Po. E jo të ndonjë agjende më gjanë politike e tjera. Tash, pas lufte që ndodhi, fitoi UÇK-ja. Fituan ata që kanë luftuar. Dhe derisa të kalumen, se na në Ballkan jemi, guximi të meshkujt është i rëndësishëm. Ai i guximshëm është qendror. Ai e trim. Po. Përderisa të kalume ka qenë pyetje hipotetike për neve, tash kësaj pyetje i dhan përgjigje krejt. Mos është hipotetike, ai e trem, jo s'jam, ke ik. Edhe shumica absolute nuk dalën trima. Po. Kjo është e vërtetë. Tu i qenë Ballkanek, nuk mundem me thonë thjesht jam tut. Unë 2-3 veta njëti kam dëgjuar që kanë thonë s'kam luftu se jam tut. Refuzohen me thonë. Tash, pa tjetër, për shkak se UÇK-ja nuk ka qenë, do ta kuptosh në fond ku do më thonë. Po. Për shkak se UÇK-ja nuk ka qenë strukturë organizuar me hierarki të qartë e kështu, është abuzuar edhe pjesëtarët e UÇK-s kanë abuzuar. Jemi trima të vetëm. Ka raste abuzive. Jo si qëllim, po si nevoja individuale të tjerëve me përfitu në emën të UÇK-s. Edhe ajo shkaktoi një farë irritimi te pjesa tjetër, plus ata theksojnë shumë si pyetje, e ku je kon ti s'ke luftuar e kështu. Edhe u vendosën në Kosovë, trima janë që ata që kanë luftuar, tuca janë që ata që s'kan luftuar. U vendos, u mbyll fundi i historisë. Normalisht kjo ka afektuar shumë njerëz, shumë familje, shumë baba janë përballavaçuar me pyetjen pse ti s'ke luftuar. Po. Do s'është e lehtë ajo. Edhe ajo ta dikton pak psikologjikisht edhe jetën pastaj. Albin Kurti në kohën e luftës e ka pas një ndërmarrje për arritjen e zgjidhjes paqësore, me anë të protestave jo të dhunshme, lëvizje non-violente. Po. Albin Kurti nuk ka qenë për luftë. A ka qenë Kani në mos gabofsha, Dobrovjeçe, mos ma prekni multietnicizmin e Kosovës? Po, Kani Kurtit, po kjo pas luftës. Është pas Po edhe para luftës. 2003. Edhe para luftës si student, madje, ndoshta kuriozitet për atje, në Kosovë dihet, në 98 ndodhe ngjarja e Jasharajve, u vendos që këtu vesh luftë pas ka gjë tjetër. Në qershor të njëjtit vit, Albin Kurti po organizonte një forum me titull
zgjidhja jo e dhunshme si alternativë kundër konfliktit armatosur. Pra qëllimi i tij ka qenë ai, dhe Kurti s'ka luftu. Edhe ka marrë pjesë pak në atë zyrën me Adem Demoqin, po përfundimisht ajo zyre e largu, ai ka shku në shtëpi, është arrestuar, është burgos, edhe është liru. Kjo është pikë pyetja. Tash, përderisa në kohën e luftës kërkonte zgjidhje paqësore si alternativë, më njëherë pas lufte, kur u çliru, thoshte pse s'ka vazhdu lufta. Po. Edhe filloi me kritiku këta ish komandantët që janë dorëzu, kanë dezertu. Se lufta ka qenë për bashkim kombëtar e tjera. Edhe filloi t'u ofendu e t'u shoh. Edhe t'u duki guximshëm. Tash Kurti, këtij burrit që ka qenë shumica absolute në Kosovë që u tut më luftu, ja qeli një derë tepër të rëndësishme. Je trem edhe nëse s'ke luftu. Qyre Kurti s'ka luftu, po ma trem se komandanta. Plus, një aneks i rëndësishëm, Kurti e ndoti motivin e komandantave për luftë. Se ju tha, ju keni luftu me u pasuru e me vjedh. Dhe i dha 2 arsye për ringjallje në shumicë absolute. Normal që s'kom luftu, s'jom hajnë për me vjedh. Po, ka justifiku 90% që kam probleme tani pse s'kemi luftu. Dhe dë, unë jam trem për s'kom luftu. Po, kam zgjedh mos me luftu. Pra se unë nuk jam hajnë. E këta që kanë luftu, ta kanë luftu për me vjedh mas nej. Edhe trim një nuk matë dysh me qenojt pjesë e luftës, se që Kurti hiç s'ka luftu e o shumë trem. O ma trem se këta, se i ofendon i shan, i fyn, i proteston, i gjun. Albin Kurti pra, është qaq i rëndësishëm për një pjesë të madhe të burrit 50 e tutje në Kosovë, sa që me dalë Albin Kurti me i shame nan ata nuk heqin dorë për Kurtit. Se Kurti është arsyetimi i tyne për i kthim njetë. Do më thënë, Kurti është pika e ekzistencës për një pjesë dërmuese të elektoratit shqiptaro-mesatar mashkullor në Absolut. A e di kush është militanti? A e di kush është militanti aktuali Albin Kurtit? 60 vjeçar. Po ka një gjë të mërshme e diskutoj. A isha i qartë në çka ndoshta me? Më ke hapur dhe mua një dritare të parit situatës atje tani. Se më dhe sens logjik. Në shumë pikë pyetje që kisha që më del ekuacioni njëshi barabart me 200 edhe pse i zgjidh të dyja anët në rregull, ma jep kjo vlla që ka e gjitha psikoemocionale. Që ka sjellë e gjitha psikoemocionale. Domethënë jo e gjitha, se kemi pastaj ne edhe këtë qeverisën e partive tjera, dështimet eventuale tyne, hajnin e tyne, abuzimin me parë, me pushtetin, kultura e përgjithshme që hajse me vjedh nuk ka edhe shumë der. Po baza e mbështetjes ti është kjo dhe urrejtja që është kriju e kësaj streset madhe në raport me ata që kanë luftu. Shikoj, dua të bëj një pyetje se shumë shpesh këtu me avokatin kemi parë, unë kam dëgjuar sharje për veten, edhe i kam lexu. Edhe te ty kam lexu te Vox Kosova. Kërcënime me jetë, edhe për mua dhe për ty e gjitha me radhë. Po se si qend e Albin Kurtit vlla, nuk kam parë patronazhista. Më duhet të hap një fjalor sharjesh, se nuk ma ka çu kur logjika që mund shkojë njëri deri aty vlla, në mallkime, në gjëra. Para 2 ditësh doli dikush dhe tha, Sali Berisha tha, të dua më shumë se babën tem. Ja tha publikisht, një militant. Tani si mund dush babën, si mund dush Sali Berisha më shumë se babën, kjo është, duhet të ketë qenë baba i keq, a kupton? Po, të sillen njerëzit uniformisht vlla. Do të thënë janë skuadrilje komunistash. Patronazhistësh të cilët të fyen. Si ka mundësi vlla, me qa i mban këta, do thënë, si lish ushqimi këtyre, propaganda, qa se është për studim. Ta kemi të qartë. Ekziston një grup shumë i vogël i njerëzve, të cilët e mbrojnë Albin Kurtin sepse janë të hipnotizuar nga propaganda e tij.
shumë pak e ta. Pjesa dërmuese e din shumë mirë ç'a bën Albin Kurti. Pra, kemi shumë pak veta në Kosovë sot, që janë me Albin Kurti, se mendojnë që Albin Kurti nuk vjedh, e din që vjedh. Po asnjëherë s'kam pas problem me fenomenin, po me personin. E duan vetëm personin. Nuk e shikojnë vjedhjen si institucion. Duan ky mos të vjedhi. Po ky vjedh edhe ky është e dëshmuar. Është e dëshmuar, ka njerëz që e kuptojnë, e dinë që po vjedhet. Po prapë mbështesin këto me logjikën vjedh më pak. Kështu që kjo në vetë nuk është as arsyeja kryesore. Kjo nuk është arsyeja kryesore. Shumë shpesh ta zën veriu. Po. Si në sondazhe, çështja e veriut del preokupim fare minor i qytetarëve të Kosovës. Po thuaj se jo ekzistent. Do më thonë në renditjen e çfarë shqetësime shki, që është punësimi, shkollimi, arsimi, çështja e veriut është fare minore. Por, është kryesori kur i pyet Albin Kurtit pse po voton për Kurti. Ama, nuk është arsye, është arsyetimi. Sepse ti jesh me Albin Kurtin për veriun është pjesnike. Është thjesht duke. Po, Do të thonë, po, arsyetime kanë. Arsyetime kanë. Realisht me Albin Kurtin janë për arsye të tjera të cilat nuk janë seksi. jo, duket seksi për perceptimin publik. Domethënë, është e modës, është trend. Trend. Do me thonë, as nuk e ka ide as ku i bjen veriu, as nuk e ka pas shqetësim para prak, aktualisht në sondazhe nuk del shqetësim, po është arsyetimi perfekt. Është arsyetimi perfekt. Këtu shumë shpesh e kemi diskutuar, unë për shembull ja kam kryer se kam një lloj nuhatje për atë që unë kam vetëm dyshime se për cilin punon. Jo se për se që punon për dikë jam i bindur, po se për kë nuk e kam gjetur akoma. Edhe edhe për kë jam i bindur. Gjatë narrativës, mund ta thuash tani, sa ta mbaroj elaborimin, Po. Gjatë narrativës te para luftës bëri atë me Adem Demaçin, nuk u përjashtu dhe që aty shkojnë në shtëpi, vajtin burg u liru. Shpejt e shpejt apo. Unë e kam qefin tani te lirimi. Kam një pyetje psikologjike për ty, nuk e kam malinje. Sa veta njefti që e kanë përballuar burgun Jugoslav pa dëme psikologjike apo fizike. Se unë Zero. Se dhe unë zero njovla. Unë e kam babën është burgosur. Më vjen shumë keq. Plako më vjen shumë keq. Ose- Ta them sinqerisht. Jesh pa merak, ai e ka bo për vete dhe shumë mirë që e ka bo. Shumë mirë që e ka bo, ka mund me qenë si baba i Albin Kurtit. Mos me kontribu këndaresht. Atë e kështë qenë këtë. Do të thënë, Zero. a mendon se aty është zanafilla apo krijimi i këtij filizi politik? Pra, këtu e ka bërë dillin. Se unë jam i bindur për këtë vlla. Unë jam i bindur që Po, edhe Shqipëria është ndiqet nga Çubriloviçi, nga tezat e Çubriloviçit. Neve zbatojmë siç thot Gjergj Fishta, ne jemi fiksisht na do armiku. Për çfarë idiota dhe të vjedhur. Tash, këtu është një, për shembull unë kur e diskutoj me plot veta, thonë mos i thuaj që je me Serbinë se edhe nëse është nuk beson kërkush. Unë në jetë publike nuk flas ç'a beson kush, se unë nuk jam në kërkim të votës. Unë flas ç'a mendoj, ç'a është vërtet një faktike dhe ç'a mendoj unë. Tash, nëse pret dikush dokument zyrtar me nënshkrim, ashtu s'ka më u gjet kurr. As nuk është gjet kurr, as nuk është metodë operimit ajo. Ti Nuk është nga modus sot operandi. do- Po. Nuk është modus operandi. Na mune me njek rrugtimin, edhe unë ta argumentoj që në rrugtimin historik të Kosovës, qëndrimet e Albin Kurtit, po mor as rastësisht nuk ndodh që mos jenë kundër Kosovës. Atë filloj, Po. mirë. Para luftës pra, në vitin 1998, kur ka ndodhur ngjarja e familjes Jashari, po besoj që janë shu dilemat se a duhet me pas luftë për shlema nuk duhet. Po. Janë shu. Po. Mirë. S'ka Albin pas Kurti. ndonjëherë kundërshtim ato. Albin Kurti, në mars ka ndodhur çaja. Pra ka ndodhur masakra në Kosovë, ka dalë që këja zyrtarisht publikisht. Albin Kurti, këto e ki me
dokument, me intervista, me video. Për shembull, e ki video kur thot kur nuk e kisha kap armën. E ki pastaj intervistën është Howard Clark, e ka një libër shumë të mirë ku Albin Kurti jep intervistë. Edhe thot Albin Kurti, unë thot nuk jam për zgjidhje të dhunshme, nuk jam për luftë. Unë jam për lëvizje jo violente. Të tipit gangjat. Edhe pak a shumë, kur e lexon, të del që Albin Kurti ma shumë ka pas problem me mungesën e demokracisë. Brenda Në Jugosllavisë. Kosovë, në Serbi, brenda Jugosllavisë, po, se sa që trajtohet ky si problem etnik. Po. Mirë, e ki të dokumentume që në kohën e luftës një ri 22 vjeçar tha jo. Okej. Shkojmë te Rambujeja. Albin Kurti ka qenë kundër Rambujes. Pra kundër që pala kosovare, shqiptare të pranoj marrëveshjen e Rambujes, e cila ishte e fremume në atë mënyrë që patjetër se do çonte te pavarësia e Kosovës. Po. Ka qenë edhe kundër këtij zhvillimi qendror, kapital për çlirimin e Kosovës. Dhe ai e ka një farë shpjegimi shumë të poshtër, ku thotë që ndërhyrja ndërkombëtare nuk ka qenë si pasojë e marrëveshjes së Rambujes, po si pasojë e mungesës së marrëveshjes. Po kjo është shumë e poshtër, sepse Lua me fjalët shumë. Po, sepse marrëveshja ka mund të dështojë në forma tjera ku intervenimi s'kish ndodhur, ta zëm, se pranon Kosova. Po. Po veç një mënyrë ka qenë me dështu marrëveshja me ndodh intervenimi, me pranu Kosovës, me pranu Serbia. Sikur mos e pranon të Kosova, e ta pranon të Serbia, ne fikeshim. Sikur të mos e pranon të asnjë rapal, prap s'do kishte intervenim. Pra është dashur ky lloj i dështimit, që në fakt ka qenë marrëveshje vetvete, që e ka mundsuar intervenimin, por ka qenë kundër. Mirë, që lëm se ka pas vizionin e mjaftueshëm me kuptu që ka kuptu Hashim Thaçi për kohën. Shlirohemi, vjen NATO me trupat e vet për me mundësu siguri edhe një farë asistencë në ndërtimin e institucioneve të para që përfunduan të qenë institucione të shtetit. Ndërhyrjen e quante okupim. Okupim ndërhyrjen. Okupim, prezencën e ndërkombëtarëve quante kolonizim. Arsyetojë me qëndrimet të majti, po kjo s'ka lidhje as me të majti. Edhe ashtu kishin keq. Po as ashtu s'ka qenë. Mirë, edhe kundër prezencës ndërkombëtare. Erdhi koha e procesit të Vjenës, ku diskutohej për statusin final të shtetit Kosovës. Albin Kurti organizonte protesta kundër procesit Vjenës. Edhe ju thoi ke shqiptarë në Kosovë, ngretuni kundër këtij procesi, sepse pavarësia përmes këtij procesi nuk vjen. Argumentin e kishte kështu. Kosova në këtë proces të Vjenës, pra bisedimet Kosovë-Serbi në Vjenë, Kosova në këtë proces të Vjenës ka shku me kërkesën maksimale që është pavarësia e Kosovës. Në negociata, thoshte ai, maksimalja nuk jepet asnjëherë, pra këtu automatikisht nuk kemi pavarësi, sepse ka qenë kërkesë maksimale. Po. Kështu që s'ka pavarësi. Madje ka edhe frazën e famshme pavarësia në paket nuk vjen. Po. Erdhi dhe pavarësia. Personi i cili ishte për lëvizje non-violente zhvillon protestat më të dhunshme në Kosovën e pas luftës. Pra, Kosova është shembulli vetëm në botë. Case study, përshëndim, ku protesta paçore zhvilloheshin kohë të dhunës e protesta dhunshme në kohë të paqes. A ke dëgjuar ndonjëherë tjetër? Po, për atë zot po. S'ka, domethënë e vetmi. Kurti e ka një intervistë pashtu me Howard Clark, ku thot, po më thojnë pjesëmarrës të protestës, kur po na fyën këta trinj serbe, po na gjujnë gur, jemi ma shumë vete, a qa u kthej. Thot edhe unë ju kom thonë, derisa unë organizoj protestat, to protesta s'ka vonë. E ki të mbushur krejt internetin, me polis Kosovës tulla kokës. E ki në 2008, ka blograme që kanë dalë nga WikiLeaks, ka qenë ambasadorja Amerikanë në Kosovë, Tina Kajdanov. Kjo është dokument publik, ta dërgoj edhe këta nëse veç vynë për më. Po, në vyja mua për kërkime. Po e cila thot që
Këtë Albin Kurti dhe lëvizjen e tij janë të rrezikshëm edhe mundë me cenu momentin e pavarësisë. I dërgon letër Departamentit Amerikan Shtetit kur raporton për çfarë lloj gjendje është në prag pavarësisë. Se supozoj mund të ketë trazira me shpallët Kosova e pavarur kështu. Po. Një anë. Kur u arrit pavarësia, momenti edhe ku është nda Adem Demaçi me Albin Kurtin edhe ka thonë që e pashë që ky se pas ka për. Po për vete. Ja kam parë intervistat Ademit. Po. Del Albin Kurti edhe thot, kjo është një hap para, 3 hapa mbrapa. Pavarësia e Kosovës. Pra, nuk ekziston. Tjetra, vjen koha me u bo ushtria Kosovës mu transformu Forca e Sigurisë Kosovës. Forca e Sigurisë Kosovës mu transformu nga një trup e tipit zjarfiksave në forcë tamam të armatosur të sigurisë. Albin Kurti thot del kondra, thot është e pamundur, po bojnë lojnë. Sot buren më të madhe e ka me forcën e sigurisë Kosovës. Po, do me thonë, nëse je objektiva, nuk ka një moment në historinë politike të Albin Kurti që ti mundesh me e gjetë që qa ka thonë ai edhe qa ka bu ai ka rezultu pozitivisht për Kosovën. Ja tash edhe kjo e fundit, me veriun e shliruar. Këtë aksioni policor është në funksion të largimit të vëmendjes nga marrëveshja që ka arrit Bruxelles dhe aneksi në orë, ku jepet pa asnjë diskutim, edhe për juristin më mediokër, autonomi territoriale për serbët e Kosovës. Autonomi territoriale për serbët e Kosovës. Pa asnjë diskutim, pra, këta serbët e Kosovës e kanë pas asociacione komuna me shumicë serbe, po të i kalimi që i ka bo marrëveshja a fundit, asaj strukture është te autonomia territoriale. Nëse se ke lexu ta dërgoj statuti i asociacionit çfarë të qenë. I propozuar nga Bashkimi Evropian, që Kurti e ka pranuar. Ma dërgoj vëlla. Ta dërgoj aty. Asociacioni i komuna u ka territor të markum, territor të veçantë. Po. Ka popullsi të veçantë, ka institucione të tipit kuvend, president, lloj qeverie, zyrë ligjore dhe e ka të drejtën. Shtet brenda shtetit. Pa diskutim, madje e ka të drejtën e krijimit të raporteve bilaterale me entitete tjera, për cilat Kosova nuk ka. Ta zojmë. Pavarur. Hap lloj zyre si ambasadë, asociacionin Bielorusi. Po. E ka vetën. Dhe kur ka konflikt Kosova me asociacionin, arbitri nuk është gjykata kushtetuese e Kosovës, po është Bashkimi Evropian. Është komplet, domethënë. Domethënë e ka shkput tokën, e ka vendos ishull. Domethënë ja ka dhënë absolutisht. Praktikisht e ka dhënë Serbisë, ka krijuar Serbia Vatikanin e vet aty me asociacionin. Absolutisht. Pastaj financimi i sistemit arsimor, shëndetësor e të tjera sipas statutit bëhet nga Serbia. Përveç kësaj edhe Kosova duhet me dhënë pjesën e vet. O lirim. Që është komplet, është tash, unë e kuptoj, se unë, kur flas me njerëz që kanë veç njohje në sipërfaqe të situatës në Kosovë, unë e di që e vërteta është qaq shokuese, sa që thonë s'ka mundësi, pja fut gat lirimi është kundërshtar i Kurtit. Po të betohem që shtojnë të vërteta të pastra, të cilat të argumentoj përballë secilit që vesh ka dëshiren me bo argument të vërtet, e jo propagandë. Tash, vetëvendosja është struktura më e organizuar online në shqiptari. Po. Edhe PS-ja këto janë larg. Po. Edhe normalisht që ata ushqejnë rrëfimet vazhdueshme. Ja për shembull mu. Se vetëvendosja ka një farë filozofi e njohur kjo, ti ndot synimet, që pastaj çfarë thu ti, mos mu trajtu fare. Po më thonë lirimi ka synimet e këqija. Une nuk kam asnjë lloj lidhje me asnjë pushtet në Kosovë.
Unë kom qenë opozitor prej se moj me vetën. Normalisht, për shembull, në 2015 kom qenë gazetar me një dritar shumë më të vogël. Po. Po kom qenë opozitor. Unë kur s'kam bo punë shteti. Askush i familjes time kur s'ka bo punë shteti. Unë kur s'jam taku me Hashim Thaqin, me Kadri Veselin, me Ramush Haradinin, lidhje nuk kam me atë pushtet. Po unë sot, vazhdimisht tentohet me u portretizu si një gazetar i lidhun me ish parti politike, në mënyrë që kur flasun, mos me u dëgju. Sepse automatikisht me u të cënu motivet. E para punës motivet nuk i dobësojnë faktet. Normale. Më me qenë malicez në qëllim, po faktet si dobësojnë. Pas motive s'ka lidhje. Madje, para mendoje, ka qenë një periudhë, këdhe unë kom ranë karremin e vetëvendosjes. Në kuptim të asë njerës kam qenë antar, po kom përkra ka uza, kom dalë protesta në kufi kundër mallrave serbe. Po. E të tjera. Do më thënë, të kam përdorur ty, si tu është veprimtarin tënde qytetare kundër një kauze ose pro një kauze, duke herë të afruar, herë të anatemuar. Po qëllimi o kë, afroje lirimin me PDK-n, me LDK-n me atje, edhe kur flet lirimin mos e dëgjoj hiç, se qëllimi ty është me kriju audienca të cilat nuk komunikojnë. Po. Hiç mos e konsidero lirimin. Për shembull, vlla sa vuj unë në Kosovë prej videove që montohen. Ti se ki ide, një ta jap një të fundit. Isha unë të i thonë një ministri kriminal në studio. Pa. Edhe moderatori okej me të drejt, s'mundesh ta më i thonë kriminal se s'ka vendim gjykate. I thash kjo nuk është absolutisht e vërtet, se vendim gjykate s'ka as për Miloševićin, pa është kriminal. Shumë e bukur valla. Se po qesh se më pëlqeu argumenti, jo. Po, e kanë marrë momentin ku kom thonën s'ka vendim gjykate për Miloševićin. Edhe e kanë thonë ja se e mbron, edhe shfaqson Milošević. Të frikshme. Ose një rast tjetër. Një tip kisha me na. Edhe unë në emision në studio. Edhe thashun ja mentaliteti vetëvendosjes e citova. Thash shiç ka thot. Pa. E kanë nda qato. E kanë parë. Edhe kanë thonë një me veta e shton me na. E kam parë videon. Që ke qenë i çuar tek ekrani, duke ja tregu, duke ja lexu moderatorit, po edhe ta kishin ndarë që ky është rrugaçe, më thet tash. Janë shumë ofanziv vlla. Linjat e tyre kanë ardhur deri në Shqipëri në deklaratë time tek 60 minuta në zonën e lirë me Arjan Çanin. Unë duke folur që faji nuk ose është jetim ose e kanë dyja palët, nëse serbët kanë qenë kriminal lufte, kanë dalë nga tanët kriminalet e pas luftës. A kupton? Me logjik, me argument. Po. Çohem ditën tjetër vlla nga gjumi, të betohem, nuk kishte ngelur portal dhe gazetë shqiptare, duke thënë shpend gashi kundër UÇK-s vlla. Po. Do më thënë që ti të thua që shpendi ka dalë në luftë, po atë luftën e ka përdorur dhe për të pasuruar çik vet, siç ka ndodhur vlla, se kemi njerëz në Kosovë, ti automatikisht je kundër UÇK-s. Ndërkohë ashtu pro UÇK-si. Ndërkohë këtu nuk merret njëri me argumentin. Leje më shpendi po të jetë mashtrues, vjen gjykata, vjen ILDKPI-ja, vjen pasuria e shtetit, hetuesia, gjitha me radhë se nuk je më i fortë se shteti, se nuk ka qenë Totorina më i fuqishëm se shteti. Jo më unë dhe ti që jemi individ, që paguajmë nipt, a kupton? Nipt të vlla, paguajmë siguracione për 2 punësimin ton, për 3 punësimin. Jep shtetit ti, unë, jap shtetit. Ne jemi armiqt e popullit. Një gjë që unë e urrej vlla, edhe që i kanë fikur karrierën shumë patriotëve të mi Dardan, kur më kanë dalë në debat, është kombi kosovar. Për mua vlla, kombi kosovar i inicuar dhe i hedhur në treg nga zotria Albin Kurti, se ai është promotori i gjithë këtyre gjërave. Ama shumë pak e kuptojnë. Po, shikoj, po të kisha respekt për inteligjencën kolektive tonë vlla. Do të thënë, nuk do më çuditste fakti pse fiton në Rama dhe edhe Albin Kurti kështu 50+1, 70+1, 80+1. Nuk do më çuditste vlla. Po të ishim të zgjuar nuk do kishim këta, do kishim në i djalë të ri teknokrat që s'do na thoshte budalliqe, po do na thoshte 3 premtime se do rregullojmë ujësjellsin, se në 2025 s'ke ujë, o gash, po lahesh me sa plak.
ndërkohë që ke çuar 2 satelit në orbit shteti jot. Ne s'kena ujë me ula, kupton, s'kena depozit. Kjo është të mërshme vëlla. Por unë jam i bindur se e studioj Albin Kurtin në çdo dalje të vetëm për të kuptuar se ç'a nivel mashtrimi ka ky tipi. Është shkollë mashtrimi, është manipulim, është master of puppets. Dhe ja kanë fikur si tash karrierën shumë dardamve që thon kombi kosovar se ne jemi kom vete se etnia jonë më thet tash. Unë jam lexuesi tezave famkeqe të Çubrilovicit që fatkeqësisht dhe turpi jon është që në televizionet tona nuk flitet kurrë që ai trajtohet si studim shkencor në Akademinë e Shkencave të Serbisë, si të vrasë shqiptarët. Kombi kosovar dhe çdo lloj promotori ti, sipas mendimit tim, nuk bën asnjë lloj gjoje përveç se i çon ujtë e mulliri Aleksandar Vučić që të përdori tezën e Miloševićit, ish presidentit vet, për krijimin titist të Republikës së Maqedonisë. Pra, siç është Maqedonia një shtet i krijuar, kombi krijuar me shqiptar, vlle dhe bullgar dhe çik me grek, i quajmë Maqedonës, artificial. Ja dhe këta, lufta e këtyre është e delegjitimuar, nuk është legjitime sepse këta nuk janë komb shqiptar. Prishet sui generiteti i krijimit të Kosovës, që është një komb shqiptar i krijuar që do atë pavarësinë e vet, po të quash ti komb kosovar, kur lindet ti si komb? Të bie lufta vëlla. Bie UÇK-ja, bie krijimi i shtetit. Jo, e merr atë betimin e UÇK-s dhe është që ka qenë luftë. Dhe i kam thënë një Mimoza nuk e di, Gavrani, po Mimoza Gavrani, më thoshte kombi kosovar që e drejta jone, më thet tash. Atëri i bie me thoni thash motër, me qenë se ti që ke kom tjetër, më jep çik simbolet kombëtare se ke marrë shqiponjën ton. Po është e turshme vëlla. Si mund të ketë shqiptar që ton ka kom kosovar? Ore, unë jam shumë i bindur. Tezën e kombit të shtetit, domethënë në momentin që u kriju shteti, edhe jeton brenda atij shteti, e ki pasaportën atij shteti, automatikisht. Po kjo i bën që krejt shqiptarët e Luginës janë serb, po ata ç'dim. Po vëlla, se me këtë lloj argumenti ne nuk kemi fare. Ore, unë jam shumë koshient që shteti shqiptar, qeverit tona, majtas dhe djatas nuk kanë bërë asnjë lloj gjëje. Kjo ndoshta me theksuar. Që tjetë kryeqendra e shqiptarisë. Sepse neve nuk kemi asnjë lloj gjëje më shumë se sa sekretarja seksi e Vučićit. Domethënë kryeministri i vendit tonë është dashnorja konkubina kryesore e Vučićit Ballkan. Domethënë çfarë lloj gjëje vjen nga Serbia te neve, ushqim, politika, portet tona janë shërbim të Serbisë, e gjitha me radhë, vlezrit tan. Pra, në 13 vjet Rama ka ardhur 3 herë Vučići këtu te neve. S'ka ardhur asnjë tjetër, vetëm Vučići. Unë e kuptoj që ne nuk kemi joshës. Unë e kuptoj që në 100 vite shtet ne jemi bërë mbetje osmane. Duhet me e pranua vëlla, domethënë ne nuk ikim dot nga Haxhi Qamili, ne arrim të dum babën o vëlla. Nuk kemi kulturë europiane, nuk kemi inteligjent, kemi individ super inteligjent. Gjeni kemi, po si popull vëlla, si millet, ne nuk dim të organizojmë, nuk kemi lojtar skuadra. Sepse unë nuk bashkohem me lirimin se e kam inatë vëlla, se s'ka pse ta marri lirimi ato lloj gjëra. Domethënë unë ha inat me ty. Ndërkohë që ngrihen këta kukullat, Edi Rama, Albin Kurti, X-i, Y-i, ngrihen na mashtrojnë tani. Çfarë është kjo lloj? Më thënë, sa i rrezikshëm është në Kosovë termi komb kosovar? A ka përqafim të këtij lloj fenomeni apo është thjesht një farsitet që hidhet lart e poshtë? Okej, tash autoritetet që fillimisht e kanë ngritur si tezë kanë qenë pa autoritet. Po. Edhe s'ka qenë i rrezikshëm se asnjëherë nuk ka qenë shu platformë serioze politike. Megjithatë, vëmendje, asnjë parti e madhe në Kosovë nuk e ka pas bashkimin kombëtar në plan program. Po. Dhe çuditërisht duhet vendosja u desh ta largoj për të rrit. Po. Kjo është domethënë se kështu. Po. Po nuk ka brum teorik. Nëse është mirëmbajtje artificiale. Është mirëmbajtje artificiale, po nuk është që nuk ekziston. Po problemi është se me Albin Kurtin, si ta them, Albin Kurti nuk e ka domethënë teori
ose program komi kosovar, nuk e ka. Po diferencat e vazhdueshme që ai tenton me i paraqit mes Kosovës dhe Shqipërisë krijon shtrat të mjaftueshëm. Po. Krijon shtrat të mjaftueshëm me forcu argumentet e këtyre që paraprakisht e kanë. Ne e dyta, nuk ka titist në Kosovë që nuk është në Albi Kurti. Pra, këshilltare ka vetëm Sorojnë. Këshilltare ka vetëm Sorojnë. Vetëm Soroj është se djanje. E njoh. Vetëm Sorojnë e ka, ajo është një jo jugo nostalgjik, është serbofil. Pra ai ka gënjy kur kanë ardhur ndërkombëtar para luftës edhe kanë fol për problemet që e kanë shqiptarët, të ngritur për Ibrahim Rogovës, ka represioni mas serb, ai i ka gënjy ndërkombëtarët, ju ka thonë jo, këtu kemi problem demokracie, s'ka lidhje me probleme etnike. Ose për shembull kur ka pas protestues të llojeve të ndryshme kundrejt regjimit, ai në disa raste i ka quajtur ata si irridentist. Ose për shembull ka pas kolumna para lufte, e kam një tekst gjatë për të. Ka pas kolumna para lufte iluzioni i shtetit, ku mundohen me tregu shqiptarëve që çfarë po kërkon i shteti, ajo është një iluzion, nuk ka probleme. Ose për shembull ka takime në 94 me krahun ekstrem të Miloševićit, ose për shembull një ambasador britanik e përmend me tonë Sorojnë si i designuar i Miloševićit për kryeminist të Kosovës. E ky person është sot këshilltari Albin Kurti, sikur më mjaftonte edhe vajzën e tij e ka këshilltare. E ka familjarisht. Po, tash kjo nuk ka periudhë ku ka qenë politikisht më të ndame Shqipëria me Kosovën. Besoj këtu pajtohen gjithë. Po. Edhe ato sa përsye faqe ato mbledhjet e qeverive u ndaluan. Që projektet që realizu tyre kur. E ka thonë pastaj me gojë vetë që Kushtetuta e Kosovës na ndalon çfarë do bashkimi me një shtet tjetër përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Tash qëndrimet ai ka si një kombëtar, si një shqiptar, po politikën e ka krejt të kundër dhe nuk ka politikan tjetër në Kosovë që ka arsyetu ma shumë një farë urrejtje shqiptarëve të Kosovës për Shqipërinë. S'ka. E si e bën këtë? Shpesh. Gjendën apo? Gjemben, se këtu bashkohen dy. E para jugonostalgjikët, po e dyta, e këtyne nuk jënoj shumë faj, të disa personave që thojnë në rregull, thojnë. Unë po e du Shqipërinë dhe po e du bashkimin me Shqipërinë. Po a mund është ma tregu, a mund është ma tregu një iniciativë zyrtare të shtetit shqiptar për bashkim ose me Kosovën ose të trojën shqiptare. Tash, për shembull, po diskutonim që si jemi joshës. Po, tash për shembull, ne i kemi lënë shqiptarët e Luginës pa kur farë mbrojtje. Po. Për shembull, disa hesht një shqiptar i Luginës me marr pasaportën e Kosovës, më se me qenë diçka automatike. Sa procedura të shkojnë. I kemi lënë ata pa kur farë mbështetje, pa kur farë iniciative, kemi refuzuar me i përfshin dialog me Serbinë. Shqipëria me sa diun s'është e bën gjë. Po. Edhe tash ai thot, a duhet të ndvajtoj këtu në Serbi? Për një shtet e për një këmbë që çon trapin për mu. Po. Edhe sa gjenerata tjera duhet me çu jetën këtu, me çat ëndër e cila nuk gjen kur farë përkraje të ata që realisht kishin mujt me prodhu diçka, a duhet me u integruar, çka duhet me bu? Edhe është vështirë atij me i kërku sakrificë vazhdueshme, generacionale, kur në kundër të si epse. Është zërë me motivu sot në shqiptarë të Luginës me thotë qëndro patrioti. Kjo është teza që unë e kam diskutuar me disa studiues në Tru Podcast për Nikola Pashic. Në arkivat e Serbisë ishte një, si të mund ty, një telegram që u dërgonte forcave speciale sekrete jugoslave në atko, serbe në atko. Juve nuk do t'i vristi shqiptarët.
juve do paguani shqiptar të tjerë për t'i vrarë këta shqiptar, dhe pastaj do t'ju paguajmë neve juve që të vrisni këta lloj shqiptare që i paguat për të vrarë shqiptar të tjerë. Nuk ju duhen. Veç heke elementin e vrasjes, edhe çtu e gi. Vrasja, pastaj në fund fare, siç ka thënë dhe Miloševiqi, kur të më mbarojnë plumba do t'i vras me ushqim edhe do t'i fus kundër njëri tjetrit, dhe kjo po ndodh vlla fatkeqësisht. E tash, çaja unë më shqetëson fakti që Shqipëria asnjëherë. Mua më dhëmbo Ka vlla. pas. Për shembull, mund kujtohet kur për shembull Berisha në Washington. Pa. Atëherë 90 e sa ka qenë? 96 nëse s'ka bëja se 5. 95 në para Ligës Arabe. Se 96 nuk vajte më, 97 i plasën piramidat. Për Kosovën, Berisha në Washington nuk ka kërku shtet. Asnjëri nuk ka kërku shtet. Ka kërku rikthem të autonomisë. Asnjëri s'ka kërku shtet, o vlla. Ose po dhe kështu që Po se, shikoj, kjo është shqetësuese. po këta nuk din të bëjnë politik. Po këta janë këta që tash i përmenda më vonë veç ta se besoj është po duhet me theksuar këta. Këta që i përmenda më vonë, këta kanë shqetësime konkrete edhe nuk janë të dëmshëm edhe janë për bashkim. Po thjesht e kanë që të preokupim, që të breng. A duhet unë me jetu me në imagjinatës teme se njëherë kemi me u bashku, a duhet me vazhdu me kontribu këtu në Kosovë me u forcu. Pas ka se nuk bin ndesh njëna me qetrët, se ti vazhdo me qenë Kosovari mirë, se nuk bjen ndesh me qenë shqiptari mirë, edhe me dorë bashkimin. Po që gjen vend, edhe kabineti Albin Kurtit është i mbushur, i stër mbushur, me familjar të ish pushtetarëve shqiptarë në Jugosllavi. I mbushur. Kam një pyetje dhe dua një përgjigje të shkurtër për biznesin shqiptar, sepse në ndjenin time ka shumë pak biznese shqiptare. Dhe Albin Kurti biznesin, unë që jam i djathtë që synoj te progresi i biznesit, e trajtojnë si kulakët. Ke parasysh termin kulak që përdorte Stalini dhe ja morëm neve pastaj pas përplasjes me traktatin e Varshavës me Hrushovin me shok, që dolëm duke u masturbuar sa na erdhi Kina me bunkere me gjitha me radhë. Të njëjtën gjë vlla, kulakët. Po patë lek, je kulak. Po ti je i pasur, je kulak. Po bëre biznesin tënd mediatik dhe që ti përfiton reklamat gjitha, je kulak, do goditesh sepse ti po merr lek të vjedhura, sepse ky është fenomeni që shikojmë. Sa biznese shqiptare kanë në Kosovë. Unë e di që është shumë e vështirë vlla për të operuar në Kosovë. Po të vish sidomos nga Shqipëria. Jo veç është vështirë, po edhe bizneset, a ditë të çfarë lloj janë, nuk janë prodhim, nuk janë krim. Janë shërbim. Po, bizneset më të mëdha në Kosovë janë marketet. Bizneset më të mëdha në Kosovë, nëse merr listën e bizneseve me qarkullimin më të madh vjetor, kryesisht janë markete, pompat benzinës. Praktikisht s'ka biznes në Kosovë. Ashtu që është Shqipëri është 100 herë më mirë se për një krahasim kompania që bën qarkullimin më të madh në Kosovë vjetor me shumë gjas është e barazvlefshme me kompaninë me qarkullimin mujor të kompanisë më të madhe në Shqipëri. Vjetori me mujorin. Diferencë shumë e madhe. Po prezenca e biznesit. S'ka praktikisht s'ka biznes. Po prezenca e biznesit serb. Shumë e madhe. Edhe është rrit, para më importi prej Serbisë është rrit, që thati edhe grur. Po. Është rrit, janë ma konkurrente, janë çmimet ashtu, plus ata e bojnë edhe me qëllim. Ata subvencionojnë produkte të caktuara që vinë në Kosovë për shkak. Subvencionojnë. Për me majt çmimet poshtë. Edhe po s'ka biznes praktikisht. E kjo që e thati, po për media këto se para mendo. Në Kosovë, një prej atuve të Albin Kurtit ka qenë që do të ndërpritet se ta zënë për shembull mediat në Kosovë janë financuar edhe prej reklamave që i ka bërë shtetin ato media. Ta zënë programe të caktuara, ose posta është e shtetit. Këtu ka bërë reklama që ka dashur me treg me konkurrentë tjerë. Ato janë konsideruar si blerje atyre mediave. Dhe mirë, mediat, jo, okay, i kanë ndërpret paret për media, edhe pse doli s'është ashtu, thjesht i kanë ndryshuar media, cila ju jep. Po,
Kjo e para. E dyta, shteti mos me gjep. Po edhe bizneset nëse që japin atëherë që ke i varur nga biznes, e qysh, refuzojnë me pagu për subscribe ta zojmë, për shembull. Ose donacione, ose do të thonë kur farë forme nuk dojnë mu financu mediat, ama duan gazetari cilësore. Po si e presin këta apo me frymën e shenjtë? E presin me frymën e shenjtë. Se un kam një vit që jam pa sponsor vlla. Jam armik i popullit këtu në Shqipëri, ti flet kundër, më kanë ardhur biznese. O gash na pëlqen puna jote vlla, ja kput tull, u del kundër këtyre, të majtë, djathtë ç'a janë, po s'ta japim dot lekun vlla se nesër na vin tatimet të shtëpia. E vërtet. Edhe unë fatmirësisht tu në Kosovë janë disa patriot që më kam befasu, edhe se kam ditë aso vetë. Janë njerëz shumë politik, po jo partijak. Po. Edhe kanë shqetësime shtetërore kombëtare. Janë me një parti të caktuar, por nuk janë me lider aktual të partive. Ja kuptoj. Edhe më kanë financu, e vazhdojnë më mbështet, të betohem, pa asnjë kërkesë. Bravo. U jam befasu edhe vetë. Bravo. Jam befasu edhe vetë. Madje tash vone po ata në takim me një biznes. Tha fillimisht kemi shiku me këshyr me konje. Kemi arë përfundim që si e me kërkan. Tha edhe na po besojmë që duhet me kohën dikush që shto që s'është me kërkan. Në kuptim partijake ke shaj, edhe po dojnë më mbështet. Ose ka biznesmen të ri që e kuptojnë se financimi i mediave të tilla është kontribut kombëtar. Kontribut kombëtar plus se është edhe brand për ata. Është marketing për ata, e kanë kuptuar. Le të jetë simbiotike. Po patjetër, pse jo? Po. Unë ta uroj me shpirt. Normal, ka vështirësi financiare, edhe e kom ditur nga fillimi, po ka qenë mënyra e vetme për me mujt me qenë gazetari që jam kështu. Po. Tu e pas vetë. Së ndryshë së funksionajke. Unë ta kuptova vlla se ta kuptoj shumë mirë këtë se kam një vit që e bëj vetëm. E kam nisur në ditën më të vështirë të jetës time, ku më largua nga media, më dogjën doktoraturën, thjesht shkaj në atje hapa këtë vlla. Edhe doli suksesshme. Të betohem, karburanti ishte dhimbja. Karburanti im ishte dhimbja. Po nuk më nxjerrin dot jashtë loje vlla. Edhe sot i trem rritja. Po si po shkon, është mirë. Po ecmi, unë e këshyri, po unë jam konsumues i madh i media në Shqipëri, po flas për atë. Është diçka që më ka befasuar, siç kanë befasuar ty këta patriotët, ta bacat, që të vinë edhe pa pikë interesi, mua më befasojnë njerëzit e thjesht në diaspor që mua më financojnë nëpërmjet super chateve, nëpërmjet donacioneve në bank, nëpërmjet vin paguajnë intervista, duan me dal vet, a kupton? Thot du me t'jarë të ty o vlla, s'du me vajt e tjetri. Dhe kjo më ka mbajt edhe mua vlla. Do të them puna e pastër që në fund ditës kush është gashi është probleme Ramën, probleme Berishën, se unë jam pak më politik se sa ty. Se ti je fiks gazetar vlla, unë nuk vi nga gazetaria, unë jam shkencëtar politik, politolog. Unë militoj mes të dyjave, pra media. Unë jam shumë më shumë politik se kisha dash me qenë, po këtu me që e falem, opozita politike mungon që është dash. Të gjithë këto probleme që ngren për mua, jo është i kapër, s'është i kapër. Kur më shikon në i tryez, që shkoj te Berisha dhe ja thëm ato gjërat si që mendoj vlla. Edhe thot ky vetëm po ti idiot që i del kundër Berishës, se ky është kundër interesave të veta. Sepse interesat e këtij janë që të pasurojë, të kapë në ikra politike të gjitha me radhë. Po unë se dua të lloj harami vlla, është zullum. Unë jam i jetur, po nuk jam i babzitur vlla. Çdo gjë me limit. A kupton? Këtu në Kosovë e kanë një strategji. Ta zonë për shkak thonë lirimi është me PDK. E tim shajën PDK thonë ja pas kanë ndal financimin. Ja pas kanë ndal. Për 5 vjet, jam çuditshëm. Për 5 vjet un kam qenë i financuar sipas opinionit publik nga djali i Sali Berishës. Po çfarë djalin e kanë si gogol ndoket për çka për ky është ushtari i këtij, ky është ushtari i atij, ky është ushtari, ndërkohë që un çohem çdo ditë zotit, punoj si kafsh, edhe më thon njerëzit ke fat. Jo vlla, nuk është fat. Punoj si kafsh, po të punosh ti, do kesh ti atë fatin. Vlla, pyetja fundit për ty dhe do të let lirë, më ke kënaqur shpirtin, të pres ndonjëherë në live. Duhet më ardha gjë, po. Të pres ndonjëherë në live që të na ndjekën edhe njerëzit na bëjnë pyetje, se unë kam rubrikë podcast.
5 orë. Po, për atë zot, të pres kur të duash, kam shumë dëshirë të ha një drek me ty, misore. Kur vish në Shqipëri. Pyetja e fundit vlla, 2 minuta e ke gjithë të tënden. Si e paramendon ti që mund të bëj një bashkim i logjikshëm kombëtar mes Shqipërisë dhe Kosovës? Tash si strukturë politike nuk dija më me ta jap tash, se edhe unë Jo jam politike, prandaj të thash shkenca politike po. vlla, ta thash Çka është për mush? ta thash të logjikshëm Shpesh sepse përjashtova politikën. Politika do Da. ligje ndërkombëtare, do ushtri të fuqishme, do imponim, ti lëm këto se si kemi. Da, Logjika, ç'a mund të bëjmë me këto që kemi? Edhe pse unë një ide kështu finale e kam për një bashkim të plot, edhe jo federata konfederata, po të plot. Se s'është kush e di gjithë këtë territor konfederata federata. As nuk ekziston ndarje kulturore e madhe ose diçka e tillë. Po. Shtresa dy deri njëjti. Unë e di. edhe unë një shpresë të madhe e kam. Krejt këto lëmit ku nuk përfshihet politika, ka bashkim shumë të natyrshëm. Në muzikë për shembull. Bravo. Ose në përgjithësi në arsim, sepse dyja aty bashkon mungesa kualitetit. Po. Ama e kom pa që në përgjithësi, nëse i lë natyrshëm më rrjedh, shkojnë drejt bashkimit. Pra prapë jemi kështu. Ajo është shpresa jeme. E para, e dyta, nuk ka politikan të madh. Ktheja andej, kur po foli politikan të madh, po flas si pozicion, po si mendje. Po. Si U kishin hotje, po, që nuk e kanë pasi gjendje finale bashkimin. Arbër Gjaferi, Aqil Maqedonie, gjithë pa përjashtim. Kështu që ka ndryshu njerëzit, ka ndryshu periudat, ka ndryshu rrethana, ka ndryshu gjithçka. Po veç ideja, secilit njerit meqe, ma ndek nej, s'ka ndryshu kjo kur. Që bashkimi është finalja e natyrshme. Edhe besoj që është edhe zgjidhja. Çfarë do zgjidhte? Çfarë do zgjidhte finale fare? Po unë mendoj që përveç që është bashkimi i natyrshëm, cilit për mua nuk i vijnë edhe shumë arsye, se kishte arsye mund nda, pse do të pas arsye mu bashku. Po. Është shumë e bukur. Po, përveç asaj, unë mendoj që e fuzionojnë në atë tjetrën. E ndihmojnë në atë tjetrën. Edhe po, ka shtete të suksesshme me territor ma pak, ama se ekziston asnjë shtet që s'kish pas me pas territor ma shumë. Dëshirën e ka për territor ma shumë. Ma shumë banor, ma shumë territor gjithmonë ma mirë. Ma shumë ekonomi, ma shumë zhvillim. Ma shumë diversitet në kuptim të releveve. Ma shumë ndërveprim. Ma shumë cilësi besoj unë, gjithçka të zgjidh. Nuk kuptoj ose nuk kam has me një arsye ose me një argumentim kështu i cili më ka bindë që më mirë është mos më bashku. Ka argument që bën edhe mos më bashku. Po nuk e di asnjë argument që do të sa kesh është më bashku. Për te i kësa, jo nuk na lejojnë t'hujt e nuk... se këto po ndryshojnë vazhdimisht. Me njerëz si Trumpin politik. Po. Nesër mund kërkohet që me këmdarë me kjo. Po. Po, kështu që mund thjesht edhe nuk e më vynë arsyet. Unë absolutisht nina si në Tiranë, si në Prishtinë. Edhe unë vlla. Edhe duhet me kuptu njerëz që përvojat personale të njerëzve nuk e përcaktojnë identitetin as sa ne as kënej. Shkon në Tiranë, sjellët kesh një shitës me ta, thot ata janë të këshi. Po. Pa shitës i sjellët edhe në Prishtinë kesh, e gjenda një. Për atë zot, po, kjo është e lidhen me personalen. Si në fund të fundit, nuk di një njeri, Shqipëria në Kosovë, që din me ta argumentu që nëse bashkohemi bëhet dëm. A din të naj? Di njerëz që janë të interesuar, thonë, hajtë se bën edhe ashtu do të jetë pa kufi krejt Evropa e këto tjera. Po. Bashkohemi në Europë. Unë nuk di askon që e shes si diçka të dëmshme. E unë mendoj që është, si me thonë, kish maksimalizu gjithçka.
Po tash se di, se tash mos po futeni ju në BE, pastaj komplikohet. Shikoj, neve nuk e di e ke lexuar lajmin e keq apo jo, por neve na tha mbreti jon Lakuriç që Europa nuk do na antarësoj as të 2027 për çështjen e sigurisë ushqimore. Mos. Nuk e di, mbase po ndodh dita kiametit vlla, sepse Edi Rama po pranon që ka dështuar për herë të parë në 14 vjet, a kupton? Po pranon ca dështime se s'ka pranu kurrë. Kujdes se i kanë me hile. Do na ndodhi dita kiametit. Olirim, ishe shumë kënaqësi vlla. Shumë kënaqësi të pres këtu në momentin e parë që do vinë në Tiranë, se kam familje në Prishtinë, se kam familje në Prishtinë, kam tezën. Do të komunikoj e do të kontaktoj për të netur atje. Një kurreshti e kam. Po. Para se ta mbiemrin në Kosovë është shumë i zakonshëm, është më gjash është më i shpeshti. Un jam me origjinë nga Malësia e Gjakovës, kemi zbritur në 34-ën në Fier të Shqipërisë për arsye hasmërie. Ati njeriu që unë e kam gjallë emrin, Shpend Halilit, ka qenë në luftrat ballkanike oficer i kufirit i Austro-Hungarisë kundër serbëve. Okej, kuptova. Se është shumë i shpeshtë, ma mur mendja që duhet me qenë. Kam gjallë emrin e babës, sot e merr Tropoja Malësinë e Gjakovës, po nuk e di domethënë unë për Gjakovën edhe për gjithë pjesën e Kosovës jam rritur vëlla që në djep me dashurinë për Kosovën, dashurinë se edhe kena vuajt në Shqipëri, nuk e se na kanë prit mirë se na qunin Jugoslav komunistët. Po, komuniteti Jugoslav, na qunin si Jugoslav. Aq e tmerrshme ka qenë lufta klasave këtu. Domethënë mjafton të ishe i ndryshëm dhe se neve na donte zogu. Sa me zogu na afroi shumë neve dardanve. Hajde blini toka, hajde se donte me bën një bashkim kombëtar mbreti. Edhe pse nuk e arriti dot kurrë, po. E kam kështu vlla, Kosova është dhimbje për mua. Edhe unë e vuaj shumë atë pjesë që jemi ndarë kaq keq, se unë e shikoj që këtu vlla, domethënë vin dardanët edhe ja fusin te buka. Ja fusim, i shikojmë kështu, ai erdhën këta, hajde t'ja urrasim këtyre, hajde t'ja ti vjedhësh, është e tmerrshme vlla. Edhe rrin LPP që para italianëve, para gjermanëve. O idiot, dije në 39-ën ka ardhur ka pushtu italiani. E ke pas armik në 39-ën. Kaq kompleks inferioriteti, s'kishte. Bravo, është kompleks inferioriteti vlla, shumë kompleks inferioriteti. Të falenderoj Bac. Gjithashtu. Do takohemi, më ka shiju shumë, do takohemi patjetër dhe të ecë të mbart me Vox Kosovën vlla. Edhe kur ta hedh në premier kët, do ta vendos si një lloj reklamimi në fillim fare të Tru Podcasti dhe Vox Kosovën që të ndjekin, subscribe të gjitha me radhë, që të ndihmoj dhe unë sa të mundem vlla, të ecë sa më shumë, të ecë sa më para. Të pafsha në maj vlla, u takofshim në maj. Faleminderit gjithashtu. Ciao vlla, natën. Ky ishte, të dashur miq, ky ishte podcasti me mikun ton të Tru Podcastit, me vllaun ton Dardan Liri Mehmetaj, që ka Vox Kosovën, një media të re në sulm kundër qeverisë dhe opozitës, një lloj si Tru Podcasti, një si motor e Tru Podcastit në Kosovë, por me një gazetar i cili ka më shumë eksperiencë se unë nuk jam gazetar, por që jemi të dy, si dy rojtar të dritës, që duam të hapim në një grop për të futur paga jo e uruar dritë. Për një bashkim shpirtëror midis Dardanisë dhe Shqipërisë, ju uroj një natë mirë dhe na shihni në episodin e radhës. Mos harroni, na shkruani te ky numri këtu poshtë, 69 80 55 554 për të prenotuar biseda këtu në Tru Podcast, për të promovuar biznesin tuaj dhe për ndonjë gjë tjetër që mund ta shikoni juve të arsyeshme për pyetje apo për lista libra që juve i keni shumë qef. Natën e mirë. Miq, ky është një komunikim cilin duhet ta kishim bërë shumë më përpara, si unë si Bleda, po jemi Por, gashi vetëm ankafit. E kan, se kam shumë punë. e marrë vetëm me këto krijimet digjitale, skenike, jo po digital marketing, e më thet tash. Tani po ju dal vetë me zë dhe me figurë për t'ju ofruar një paket shërbimesh. Në Tru Podcast janë të mirëpritur
të gjithë njerëzit të cilën duan të promovojnë veten e tyre, idetë e tyre dhe shumë çka tjetër që ka të bëjë me ta dhe me trurin e çdo kujt. Jo më kot quhet Trup Podcast, sepse nuk marrim showbiz, nuk marrim pisliqe lart e poshtë, nuk trajtojmë tema të cilat trajtohen në mënyrë klishe në pothuajse çdo studio televizive. Neve jemi të individi, sepse siç truri është vetëm një, edhe individi është një. Pra, çdo kush që dëshiron të promovojë veten e vet, ta reklamojë mendimin e tij, pikpamjen e tij mbi jetën, apo të bëjë një debat konstruktiv me mua në këtë podcast, mjafton që të na komunikoni në 69 80 55 554, ku do faturoheni për një orë. Faturimi është për një orë, por debati apo dialogu apo biseda mund të zgjaset edhe 2 orë. Juve paguani vetëm 1. Tjetër, ka biznes juve shikoni që është Red and Black Motors, Stormont Flow, Dino Auto, Stacioni Libraris, Eden Dekori, Stax Consulting. Këto janë bizneset cilët neve na kanë thirrur pasi kanë dëgjuar thirrjet tona për marketing. Një tjetër mund të jesh edhe ti që po e ndjek tani. Pse është marketingu jon cilësor? Ajo çfarë na diferencon neve është një, autenticiteti, pra këtu bëhet marketing autentik, pra thënë troç, shkurt, qartë, pastër, shqip, bio dhe puro, dhe nga ana tjetër, marketingu jon është një marketing i cili mbetet gjatë në kohë. Pra në momentin që ti futesh në një prej episodeve të Trup Podcastit, ti do ngelesh aty dhe e ke riçen e shikueshmërisë sa herë të hapet ajo video. Dhe mbesoni, nuk kemi vajtur kot afërsisht 1.300.000 shikime vetëm në YouTube. Ka mbi 700.000 shikime vetëm këtë muaj në Instagram dhe TikToku po merr një rritje të tmerrshme, një rritje monstruoze. Gjithashtu, edhe reach-i jon në Facebook po rritet dita ditës. Pra, në qoftë se vini këtu tek neve, keni shpërndarje jo vetëm në YouTube, jo vetëm live, sepse bëjmë 3 rubrika live, jo vetëm në Instagram, por në çfarë do lloj rrjeti social të mundshëm. Shumë shpejt kemi për të ardhur me Spotify, i cili është hapur, dhe me Twitch-in. Është marketing autentik, nuk paguan për minutazh, por paguan për muaj. Mos harroni, këtu blihet cilësia. Shumë kush e mund të mendojë dhe të vetë ofrohet, o gaç, pse nuk më merr në podcast? Në radhë parë, këtu është i bord i cili ndan mendimet për të vendosur cili do merret e cili jo, sepse nuk mund ta bjeri dot podcastin në nivel, dhe e dyta, në qoftë se ti do të flasësh dhe ke lek për të paguar, por nuk ke kapacitet, neve refuzojmë parat. Paraja është mjet suplementar për të rritur podcastin. Nuk jemi KÇK, nuk jemi kapçat kapësh, dhe aq më tepër nuk jemi për gjëra falas, sepse siç e themi këtu në Trup Podcast, në rubrikën Double G me avokatin Goxhaj, e vetmja gjë që është falas është djathi në qarkun e miut. Pra, na kontaktoni në 069 80 55 554 ose info@truppodcast.media për të lënë rezervimin tuaj, për të reklamuar biznesin tuaj, apo për të promovuar veten në një bisedë të këndshme, qoftë për kujtim, qoftë për të rritur emrin e vetes, qoftë edhe për me u ngrit si imazh publik. Sepse ju dini, këtu kanë ardhur njerëz dhe janë bërë të njohur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe kanë dalë të super kënaqur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe nuk ka thënë njëri përpos që energjia në këtë podcast është super e mirë. Dhe kemi prova. Kemi shumë prova për këtë. Na zgjidhin neve, sepse në qoftë se botën nuk e do deluzive, po e do reale, Trup Podcast është vendi i realitetit, ku gjërat thuhen troç, puro, bio dhe me originalitet. Ju dua shumë dhe ju presim në Trup Podcast, unë dhe familja ime e Trup Podcastit. Në Trup Podcast kemi hapur një merchandise, një dyqan të vogël online, që është pjesë e Trup Podcastit. Quhet Trup Podcast Shop.
do ta shikoni me këtë logon e bukur që e ka punu Bleta, dhe kjo bluza që është e veshur nga unë, është e gjitha e pikturuar me dorë nga artistja jon Remina. Na kanë ardhur disa porosi nga shqipet e diasporës, për hudi, për bluza, për xhaketa, por edhe për këmisha. Ja ku është një këmish e pikturuar me dorë nga Remina në Tru Podcast, dhurat për mua, këmisha, por edhe kjo është dhurat për Tru Podcastin, që ta shikoni më mirë. Ja ku është simbolet e trurit këtu, dhe Tru Podcast këtu. Dërgo dizajnin tënd, të punuar me ChatGPT ose jo, pikturën tënde, iden tënde, dhe neve kemi për detyrë t'ja u hedhim me bojë të zezë mbi të bardhë mbi të zezë, ose në kombinim të ngjyrave. Na dërgo tek numri 069 80 5555 4 në WhatsApp dizajnin tënd. Ne do ju tregojmë çmimet që bëm për bluzën, për hudin apo për xhaketën dhe këmishën. Janë të gjitha punime autentike me dorë, dhe sikur të dy juve persona të dërgoni të njëjtën grafik apo të njëjtin imazh, nuk mund të bëhen dot dy një lloj, sepse është handmade, është autentike. Punohet me bojra, punohet me airbrush, punohet me penel. Dhe gjithashtu, juve që nuk dini të dërgoni në WhatsApp, kemi edhe emailin ton zyrtar për të ruajtur cilësinë akoma dhe më të mirë të fotos apo të imazhit apo grafikës juve do dërgoni. info@trupodcast.media është emaili. Na dërgoni, sepse janë gjëra që do ngelen kujtim. Të gjithë juve fansat e Tru Podcastit duhet ta keni një bluzë të tillë. Ju përshëndesim dhe ju presim në 069 80 55 554. Na dërgoni dhe neve ja dërgojmë me post kudo që jeni juve. Ju përshëndesim dhe bëj telefonatën tënde, porosit një bluze apo hudi nga Tru Podcasti.